Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla innaka taj'alu al-hazana in shi'ta sahla. Vazhdojmë edhe me tej me librin Aqidat Tahawiyya. Dhe shkojmë të tauhidi, apo llojet e tauhidit në të cilat kanë thirrur pejgamberët e të madhit Allah Azza wa Jall, të cilët i ka dërguar i madhi Allah njerëzimit. Llojet e tauhidit në të cilat kanë thirrur të gjithë pejgamberët e Allahut, dhe në të cilat kanë thirrur librat e Allahut të madhruar, të shejta të dërguar pejgamberëve të Zotit, janë dy lloje: tauhidul ithbati wal ma'rifa wa tauhidun fi at-talabi wal qasd. Tauhidin vërtetësi, me vërtetu ekzistimin e Allahut dhe me njoft ekzistimin e Allahut, dhe tauhidi i kërkuar apo që është për qëllim. Kemi thonë më herët se tauhidin e ndajnë ulemaja në 3 lloje: njëshmërinë e të madhe të Allah, për me kuptu më lehtë. Përndryshe janë të ndërlidhura të pandashme, sepse sa dush pranoj që Zoti është një dhe bire Allahut në sejdë dhe fal namaz e tjerë, format ndryshme të adhurimit të ibadetit, pra kry obligimet e Islamit, nëse nuk jep Allahut kompetencë absolute në krijim, në furnizim, në shërim dhe në të tjera, nuk pranohet. Për të njëjtën kohë, edhe nëse pranon të madhen Allah, që është krijues, dhe kryen obligimet e Islamit, që është tauhidul uluhiyya, por ja mohon Allahu cilësitë e tina, që kemi thonë për xehmit më herët, se Zoti s'fol, as nin, as sheh, e tjerë, nuk pranohet. Tauhidet e përbëjnë një njëshmëri të madhe të Allah, por për të kuptuar më lehtë, ulemaja kanë ndarë, dhe këtë ndarje kanë nxjerrë për ajeteve dhe Kur'aneve, dhe Kur'anit, ajeteve kuranore. Pra po thot, qëllimi i dërgimit pejgamberëve të Zotit krejt është mjaft shëru njerëzve 2 lloje. Këpë e cek 2, po në realitet janë 3. Se në njërin grup i përfshin 2. Tauhidul ithbat wal ma'rifa, tauhidin e vërtetësisë dhe të njohjes. Po këto janë 2. Tauhidin e vërtetësisë, me vërtetu, me dëshmu, me sjell fakte dhe argumente se Zoti është një krijues. Wal ma'rifa, me njoft atë Zot. E Zoti njihet nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Sepse nuk ka mundësi Zotit gjithsesi, po dhe krijes të Zotit, nuk ka mundësi me njoft dikon, kur se ke pa. Dhe nuk din ashtë i madhe i vogël. Dhe s'din sa dur i ka e sa kam i ka. Dhe nuk din ashtë femën a moshkull. Dhe nuk din a sheha nuk sheh. Që shë njeftë ato, që përshkruan ato? Kurse asë cilësit ti nuk e njef. Të njoft cilësit e ti, ta në me thonë e njef. Pra të arsye njofim Allahun ne, atë sa njofim cilësit dhe emrat e të madhe të Allah.
Që tërsan është me dëshmu që Zotë një, të tërsan është me njoftë Allah. Dhe të tërsan është me adhuru Allah. Ka ndallim. Sepse me adhuru, adhurojnë shumë njerëz në botë. Ndërsa për me njoftë që është një krijues, kemi thënë herën e kaluar se një krejt bota. Në përgjithësi e njeh krejt bota. Me preashtime, sahi me preashtime të pjesërishme, jo tërësishme. Pjesërishme është fjala ku disa fraksionet njerëzve, si pjesë të mushrikëve dhe të tjerë, anë pse pranojnë që Zoti është një. Por megjithatë, nuk e mohojnë se edhe tjerat krijesa që ata e quajnë Zota kanë ndikim. Kanë ndikim. E përderisa kanë ndikim qoftë edhe një pjesë, nuk e kanë besu tamam në tauhid rububie, por megjithatë në vija trash apo. Se do të tjetë, për mos më zgjenu shumë, për mos më kompliku. Pra pejgamberët e Allahut kanë thirrur në tauhidul ithbat wal ma'rifa, në tauhidin e vërtetësisë, që është rububie wal ma'rifa, tauhid asma wa sifat, dhe në ndë tauhidut talab wal qasd, tauhidi i kërkuar dhe i qëllimshëm e i kërkuar është ubudullahi ma lakum min ilahin ghayru, adhurojeni një Zot, beni Zotin sejdë. Vetëm atë madhrane dhe vetëm atij në nështrane. Pra tauhidul ithbat është me vërtetu se Zoti është një. Se lartëmadhëria e madhit Allah ka cilësi dhe emra, dhe në përmjet tyre njohim Allahun azza wa jalla, dhe sa askush se Zoti nuk është. Lejse kemithlihi shay. Te bareke o taala që Zoti ka treguar për vetveten e vet Kur'an dhe pejgamberit e tij sallallahu alaihi wasallam, për pejgamberët e tjerë më hershëm. Dhe këtë lloj tauhidi i madhi Allah azza wa jalla cek shumë prej ty në surën Taha në fillim që lexuam në më herët, suratul Hashr, surat Alif Lam Mim Tanzilu Sajda, Ali Imran, suratul Ikhlas, që përshkruan Allah vetveten lem yelid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Është vetën, s'ka shoq, as ka lind, as nuk lind, po ta përshkruan vetveten e vet, dhe të nëpërmjet kësaj sureje po e njefim pika të shkurtra të madhin Allah azza wa jall, Zotën na vjen më vonë për atë arsye suratul Ikhlas është në treta e Kur'anit, sepse domethënien e ka shumë të madhe me pak fjalë e përshkruan Allahu lart madhërinë e vet. Dhe njef Allahun azza wa jall, te bareke wa taala me te. Ndërsa lloji i dytë tham tauhidut talab wal qasd, tauhidi që kërkohet për robët e Zotit, e që esenca kryesore është me adhuru Allahun azza wa jall. Që këtu kanë devijuar krejt ummetet e dunjas, duke futur edhe mushrikët, e të krishterët, e vrejt, e shumë fraksione mjeresht edhe të muslimanëve. Tauhidul uluhiyya, dhe kemi folë më herët për te. Si që ka cekë i madhe Allah, po që përfshin surët el kafirun, qul ya el kafirun, la abudu ma ta'budun, wa la antum abidun ma abud. Unë nuk e adhuroj ata që ka adhuroni ju. Pra nuk i bëj Zotit shasën tauhidul uluhiyya. Wa la antum abidun ma abud, por edhe ju nuk po adhuroni ata që po adhuroj unë. Andaj ju po bëni shirk, sepse në realitet nuk po adhuroni Zotin, por po adhuroni dikë tjetër. O fjala për mushrikët në Mekë, sepse ata kërkuan nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, esenca zbritjes së kësaj sureje, adhurojtë Zotin ton një vit, na pa adhurojmë Zotin ton një vit. Për gjë një farë kompromisi me zveti, pasë që të spërshën pa, edhe ne spërshën pa. Ne s'mund të lejmë Zotat ton, edhe të s'mund në shmelani Zotin ton, më këthin Zotat ton. Mas për do më këthyti me adhurue Zotat ton, atëherë bilen e lej kompromisi. E Allahu zbriti këtë surët plot. Jo, nuk e adhurojtë që ka adhuroni jo. Sepse ju në realitet nuk pe adhuroni Zotin, por idhe dhe idolet. Një të gjablin edhe për fejtë tjera. Pra të arsye në bised qetë, bised lirë, desha të them,
me ndonjë të krishter, e kupton se në realitet nuk e adhurojnë Zotin. Edhe ati mundesh me thonë në fund, pra tregom që tash, kanë e adhuron ti. Deri tash, 10 herë me përmene Jezusin. Asnjëherë si përmene Zotin. Se ai të shpëton, se ai të shëron, se ai të mjekon, se ai të ndihmon, se ai të nxjerr prej sikleteve vështirësisë ku je, në të cilën gjindesh. Po këtu janë zemra e adhurimit dhe ibadetit. E ku ne i drejtove ti? A nëpse për din që Zoti është një, dhe është krijues, dhe është baza, dhe simbas te esencë, pse për lutesh ti? Pra të hydë luhije për rënën, nuk për adhuron një Zot. Dhe për del për në të shmeris, në të cilën ka thirrur Isa a.s. dhe pejgambert e tjerë. Pra, qëllimi është se kjo është tauhid në të cilën quhet tauhid el-qasd wal-ma'rifa, tauhid el-qasd wa talab, qëllim tauhidi i kërkuar dhe i qëllimshëm. Për atë Allah i ka thonë krishterëve, qul ya al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Thuajti i thtarëve të librave të shajta, krishterëve dhe hebrejve, e janë në një fjalë të barabartë mes neve dhe mes juve, mos ta adhurojmë askën tjetër përpas Allahut. Mos të mveshëm krijesave të tij apo kujt do të qoftë tjetër pas të madhët Allah, pjesë të adhurimit, të madhërimit, të cilat nuk meritojnë të dedikohen askujt përpas Allahut Azza wa Jall. Shumica sureve të Kur'anit dhe gati krejt Kur'ani, prej fillimit deri në fund, është mërana këtyne dhe nuk del kur gjë jashtë këtyne dy llojeve të tauhidit. Sepse thot Kur'ani, ose informon për Allahun e madhruar, për emrat cilësitë të Zotit, El Alimul Hakim, Azizun Hakim, Raufun Rahim, informon të përshkruan të madhin Allah, për ndonjë emër apo ndonjë cilësi të madhe të Allah. E që po të informon dhe po të tregon për Zotin, ose të thret në adhurim, me adhuru vetëm Zotin ja, la sharika la, dhe me largu adhurimeve tjera, e që kjo është ashtë tauhid, një shmërisë Zot tauhidul uluhiyya. Atë kur të informon Allahu khalaqa as-samawati wal arda, Allah ka kriju tokën dhe qiellin, tauhidur rububiyya. Kur flet atje se Allahu Azza wa Jall është i fuqishëm, është i madh, është i ndëgjueshëm, është i fortë, është hakmarrse, Allahu është ndëshkuese, Allahu është gafur e tjerë, është tauhid asma wa sifat. Dhe atje pastaj thot adhurojeni mua, është tauhidul uluhiyya. Dhe kështu me radhë, krejt Kur'ani, prej fillimit deri në fund, sillet rreth kësajna, duke e përshkruar Allahu i madhruar tauhidin, llojit të tauhidit, për të vetëdijsuar njerëzit në rrugën e vërtet. Zotën Kur'ani është libri i tauhidit në dy fjalë. Kur'ani është libri i tauhidit. Kur'ani nuk ka me tregu njerëzve shkencë, po nuk ka me tregu as ahlak dhe etik. Po nuk ka me tregu njerëzve as për shitblerje dhe për martese fejese dhe çështje tjera sociale dhe shoqërore. Nuk ka ardhur. Kurani ka ardhur për një qëllim, bazë, ndash me ditë bazën dhe esencën, tauhidin me rregullue, me sfiltrue, me spastrue, me qenë tauhidi i qartë, i shëndosh që Zoti don. Kurani është libri i tauhidit. Edhe libra tjera në tëna libra të tauhidit, edhe pejgambert kanë ardhur për tauhid. E pastaj që ka përfshin mbrana kësaj, edhe çështje tjera, ajo është prej gjithshmërisë dhe gjerësisë të madhe që ka libri i Zotit. Për ata gjen Kur'an edhe me dhjetra shkenca, gjen në Kur'an edhe ahlak dhe etik dhe moral, edhe fejeze, kurrëzime, shitblerje, trashëgimie, gjen në Kur'an politike, gjen në Kur'an matematike, gjen fizike, gjen sa dush, por nuk ka zbrit Kur'ani për ato. Për ata mos të çudit kur lyp diçka dhe thos s'ka në Kur'an, po a ke kuptu për çka ka zbrit Kur'ani? Kur'ani nuk ka zbrit të rregut të gjysh me ramë fjetë të shmëlqun me ngjëse. Atë funksion apo atë detyrë ja ka lënë Allah pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në detale. E pastaj duke kuptuar gjithashtu duke nxjerrë edhe pe ajeteve Kur'anit.
Pra të arsye, du ta keni qartë këtë çështje. Kur i thot dikush, po mirë në Kur'an, këtë se kem gjetë, këtë se kem gjetë. Çka mendohet ti? Kur'ani për çka ka zbrit? Kur'ani ka zbrit ta tregu ty krejt jetën tonë në detale. Në detale besimin po. Besimin po. Për besim për akide. Për të arsye nuk ka diçka më të rëndësishme se sa çështja e akides, se për to Allah ka dërguar pejgambert edhe librat e shejta. Dhe lëshimin për devijimi, rëshqitja në parimet akides të nxjerr për dinit krejt. Ndërsa një jurisprudencat e në çështje tjera të ngarkohesh dhe bëhesh mëkatar, por nuk dallimi i madh senata me ditë mes me qenë gjënaqar, mes asaj me qenë gjënaqar mëkatar dhe mes asaj me rënuar ndonjë shtyllë për shtyllave të tauhidit. Sepse rënohet tauhidi krejt, mos adhurimet as ibadet nuk pranohen, që është nuk pranohet as tauhidul uluhiyya. Pra, ani pse baza dhe esenca e asaj që ka kërkohet nga robi Zotit është tauhidul uluhiyya, me adhuru Zotin me ranë sejdë që ki me ranë Allah tash në sejdë. Dhe tonë ditën të natën dhe tonë njëtën Zotit me së dashme për Zotit shirk. Asnjëherë. Kjo është esenca. Por me gjithate, kjo esencë, e cila në vetën e vetë e ngërthen edhe tauhidin rububiyya, sepse të kur adhuron dhe madhëron Zotin, kjo vetë vetijut me a kuptu se kanë për adhuron, një zët cilën zët, që të që kryus, kjo është rububiyya. Që të i cili ta për rëzk, që të furnizan, kjo është rububiyya. Me gjithate, shahadeti la ilaha illa Allah nuk pranohet pa e pas qartë edhe tauhidur rububiyya. Nuk pranohet. Pra që shtash ma heret, njerëzit sa do që fale dhe haqirojnë. Mund të fale ta njetën, por nëse tauhidur rububiyya nuk e ka të shëndosh dhe të mirëfillt, ka të falë. Pra ata kemi frikë nëse shumë njerëz dhe musliman, me haqirojnë, e fale namaz. Por përderisa shkojnë aty të vërrezat, edhe i binin sejdë, dhe prej kurban për dikon, dhe një pjesë të tauhidur rububiyya i janë veshin krijesave tjera, nuk e kanë shumë qartë, faktikisht si pranohet as kjo. Pra nuk ka ball me thonë la ilaha illa Allah. Se la ilaha illa Allah është një lloj tauhidit. Do të më njoft, anëpse në vetveten ngërthen tauhidin rububiyya do të më njoft, por do të më njoft gjithatë ato shumë qartë. Për atë arsye thot autori, Allah i madhruar këtë e ka sqaruar thot në formë shumë qartë, në 3 forma kryesore. E ka sqaruar nëpërmjet të ndëgjuarit, nëpërmjet të shikuarit dhe nëpërmjet të lexikuarit. E ka sqaruar nëpërmjet të ndëgjuarit, kur Allahu i zbret ajetet kuranore në Kur'an, edhe ti ndëgjon ajetet kuranore. Dhe i kupton o fjallë. Për ata që i kupton. Që to ajetet kuranore, çka kanë tu? Ato ta përshkruajnë Zotin tënë. Ato ta përshkruajnë Allahun tënë. Dhe nëpërmjet tyre të kupton se Zoti pas ka qenë dhe s'pas ka pas kur gjë. Prej ty në kupton sa ai ka kriju si qiejve dhe i tokës, sa ai ka i madhe, ai ka i forte, ai nëpërmjet ajeteve kuranore. Për atë arsye edhe metodologjia e Kuranit që cek i madhi Allah është e këtij lloji. Prej një formë në një formë tjetër, për një argument tjetër. Duke pas natyrisht parasysh edhe anën e mentalitetit njerëzve. Për të tonë Allahu jep në Kur'an. Dhe ai cili ndoshta jetë edhe i shordhër, nuk shef, por veç që i njën ajetet e Allahut Azza wa Jall, mjafton me ajetet Kur'an të e me kuptue këtë gjithësi që ka të ka kush është, dhe kum shtetet kjo, dhe ka ardhë kjo. Pra me njoft Zotin e ti nëpërmjet ajeteve kuranore, dhe që thamë për ata ka ardhë Kur'ani, me na tregu kush është Zoti, kush është ai Allah. Dhe çka kërkohet prej nesh ndaj atij të madhët Allah Azza wa Jall,
me ajet, me të ndëgjuar, por edhe me të shikuar. Njeriu çka shef krejt këtë natyrë. Nëse nalet me logjik të shëndosh, pa ndonjë ndërhyrje të faktorit tjetër, ai njeri ka marrë përfundim se kjo gjallësi e ka një Zot, dhe se ai Zot është shumë i madh, dhe se është shumë i mëshirshëm, dhe se ka urtësi. Nalë dhe vëzhgohet diellin. Medito në natën dhe në ditën. Medito në fëmijën i cili lind. Pse fëmiu lind ka që vogël e s'lind i madh? Medito. E pse njeriu vë plak dhe dallo plaku pe triut. Nalë dhe analizë dhe meditoj gjërat ushqimore të cilat e han. Dhe çdo send që ka shef që ballafacohesh me te. Dhe shef se atë ka urtësi, pra ai krijues ko ka urt. Urtësit për kryer. Dhe aty pas ka mëshirë. Se ai që ka dërguar diellin, a nuk ka rahmet për neve diellja? Pa i cili lëshon shiun, a nuk ka mëshira? Pa i cili ka lënë natën. Nëpërmjet këtyne të tënave vjen përfundim se këtu pas ka mëshirë, këtu pas ka mençuri, këtu pas ka dhe hakmarrje që ai bëni Zotit, që ai erdhi krypi i Zotit, e pa me sy tu, hiç pa lexu Kur'an. Pa lexu Kur'anin hiç. E shef se që ty të bëni zullum ai apo tjetrit ja çaj Allahu i ran krythu. Zoti është i madh e fuqishëm, hakmarrës, dhe në me emrave të Allahut është edhe hakmarrës. Është hakmarrës se merr hak Allahu. Dhe pra, duke i pa gjanat, nëpërmjet syve që ka dhënë madh Allah, hiç pa lexu Kur'anin, e njeh Zotin xhalla shanuhu, dhe ai bëhen bashk, dhe vjen fakti i tretë, elementi i tretë i logjikës, i bashkan ato argumente dhe këto argumente, dhe njeh Allahun e madhruar te bareke wa taala në formën më të mirë që kërkohet për robët e Zotit xhalla shanuhu. Allah i madhruar me drejtsinë e vet, dhe me mëshirën e vet, dhe me urtësinë e vet, dhe me dashurinë e vet, dëshirën e vet, që robët e vet mos t'i lejt humbur ajo dëshirë e madhe e Zotit. Me justifiku njerëzit. Mos me qu vetë në xhehenem qashtu. Ka dërguar pejgamber. Me argumente të qarta dhe ka thonë Allahu, laqad arsalna rusulana bil bayinat, ne kemi dërguar pejgamber me dëshmi të qarta, si diellin mes ditë. Wa anzalna ma'humul kitab, dhe kemi zbrit libra. Wal mizan, dhe kemi dhënë atyre gjërat të cilat e kuptojnë qartë njerëzit rrugën e Zotit, dëshmi. Liyaquma an-nasu bil qist, në mënyrë që njerëzit veprojnë drejt. Dhe ka thonë Allahu, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilejhim, dhe para teje Muhammed nuk kemi dërguar vetëm se burra të cilve u shpallim. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni ju dietarët nëse ju diçka nuk dini. Dhe ka thonë Allahu azza wa jall, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinat wa bil ladhi qultum, thuaj se edhe atyne edhe para meje kanë ardhur pejgamber bil bayinat, me argumente të qarta. Dhe kështu me radhë. Deres të gjithë pejgambert kanë ardhur me argumente të qarta, derisa thot edhe Hudi alayhi salam. Argumentet të cilat i kanë sjell Hudi, edhe ato ka qenë qarta, ani pse argumentet e Hudit kanë qenë ndër më të voglat në sytë njerëzve. Për atë arsye, vetëm pejtan pejgamberu i kanë thonë Hudit, ja Hudu ma gji'tena bi bejine, të pëthret në Zotin një, dhe pëthusin pejgamber, por nuk përna sjell faktet mjaftueshme. Megjithatë, Allah i madhruar thot për Nuhin, për Hudin a.s. Ka thonë Hudi, inni ushhidu Allah wa shhedu, o fjalët e tauhidit është, inni beri'un mimma tushrikun, one e dëshmoj Allahun, dhe dëshmon edhe jo, dëshmoj se Allahu është një, dhe dëshmon edhe jo se unë jam larg asaj që ka i bëni ju shirk, min dunihi për pas Allahut, fe ki duni gjemian thome la të ndhërun, mundohni me mbundu një të keqe nëse mundën i diqka. Inni të wakkeltu ala Allah, rabbi wa rabbikum, unë ju kam shtetur të madhët Allah, Zotit tim dhe Zotit ju,
Ma min dabetin illa hua akhidhun binasiyetiha, nuk ka krijesë e Zotit që Allahu nuk e ka në dorë. Tebareke wa taala, inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahu jam është rrugë drejt, nuk e dëshpëron, nuk e humb, nuk e zhgënjen atë i cili mbështetet madhit Allah. Nga kjo, thotë se këtu janë për argumenteve më të mëdha që i ka sjell pejgamberi i Zotit. Qysh me qenë argumentet më shefta? Një njeri i cili i drejtohet një umeti të madh, thotë, në këtë drejtim, në këtë fjalim, pa u friksu, pa u stresu, i bindur thellë në atë çka po thot. Shumë i sigurt, e dëshmon Allahun se është një, dhe dëshmon Allahun se unë jam larg asajna çka adhurojnë ata, pe fesë tyne. Dhe se Allahu është ai i cili ndihmon. Pastaj tha dëshmoni edhe ju se unë jam larg asajna që ka adhuroni ju, larg zotrave t'ju. Pastaj e pasan atë duke i nënçmuar kërcënimet atyre çfarëve, se ju krejt njerëzit më bë, unë jam vetë hudi vetën, ju s'keni qa më bë. Pa dashti madhi Allah, azza wa jall. Pastaj u tregon njerëzve se Zoti ka në dorë të tonë. Qaj Zot që pith rasonën të ai ka në dorë ju edhe mu. Dhe palen e tina se në bën kur gjo. Dhe së fundi Zoti jam është në tarik mustaqim, në serat mustaqim. Adhurojeni Zotin tim, sa e nuk ju shgënën juve. Për emrave të madhe të Allah është el mu'min. Mu'min i besueshëm, besimtar. Mirë po, për kuptimeve të kësaj fjale, mu'min është edhe ai i cili e çon vend fjalen e vet kur e thot. Edhe sjell dëshmi për atë çka thot. E Allah i madhruar, po don mi dëshmura vetë se Allah është një. Dhe këtë dëshmi po dëshmon me dëshmi të shumta, me argumente të shumta, derisa të bindë rëbët e vetë, se aja është një. Pra të arsye thëtë Allahu, se nurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne do të vazhdojmë t'ju tregojmë, t'ju qesim, t'ju informojmë njerëzve me fakte dhe dëshmi të ndryshme të një pas njëshme, derisa në gjithësi dhe me të vetën e tyre, derisa ta kuptojnë ata se Zoti është hak. Pra Allah i madhruar dëshmon për pejgamberin e tij se ata që ka sjellë pejgamberi është hak. Dhe se Allah i madhruar kom ju sjell robëve tina dëshmi të shumta të një pas njëshme, të cilat dëshmojnë se Zoti është hak. E për emrat të Allahut është dëshmitar, shahid, dëshmon i madhi Allah, se kom ju sjell njerëzve dëshmi të cilat ata kanë me njoftë Allahun te bareke wa ta, apo kanë pas argumente të mjaftueshme për me njoftë Allahun azza wa jall. Allah i madhruar tham ka dërgu pejgamber të cilë nëpërmjet të cilëve njerëzit e njohin Allahun azza wa jall. Nëpërmjet emrave të cilësive të Zotit e njohin njerëzit Allahun e madhruar. E qysh thot me njoft njerëzit nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij Allahun e madhruar. Qysh me njoft? Thot mirë. Apo bindeni se Allahu ka fol pejgamberve? Po. Qaj Zot që pe besojmë se është një. Pastaj pi flet pejgamberve të tij pi qenë shpallje. Dhe pejgamberët e tij përshkruajnë Allahun, natyrisht nëpërmjet shpalljes të Zotit. Nëse besojmë që Zoti po i flet pejgamberëve, po qenë shpallje, qysh atë nuk e besojmë atë që a thojnë pejgamberët, se është hak në të madhin Allah dhe i përket lartëmatërisë të madhe të Allah.
Për atë arsye, forma më e mirë e përshkrimit të Zotit, apo mënyra më e mirë e njohjes të madhe të Allah Azza wa Jall është nëpërmjet pejgamberëve të Allahut te bareke wa taala. Me njoft Allahu, dhe se askush këtë dynja nuk e ka njoft Allahun që ka njoft pejgambert. Askush këtë dynja nuk e përshkruan Allahun që kanë përshkruar pejgambert. Po edhe pejgambert dallojnë. Për ata ka thonë tauhidi, besimi, njëshmëria është shkallë. Më e larta është e pejgamberëve të Zotit, po tek pejgamberët dallon. Ulul azmi min ar-rusul, pas pejgamberët e Allahut, veçuar që janë quhen ulul azm, Nuhi, Musa, Ibrahimi, Musa, Isa, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dallojnë pejgamberëve të tjerë. Pastaj pejgamberi jon dhe Ibrahimi dallojnë pe aty në tre tjerëve. Në fund pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, për ata Allah ka thonë për ta ulaike alladhina hadallah, ata janë të cilët i ka drejtuar Allahu. Fa bihudahu muqtadi, dhe me udhëzimin e tyre edhe të pasaj ata dhe ndiqë rrugën e tyre. Për ata Allah azza wa jall, kur e cekat Ibrahim alayhis salam thotë: "Wa ma yarghaba millat Ibrahim illa man safiha nafsahu, wa laqad istafaynahu fi ad-dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin." Dhe nuk ka njeri i cili kërkon rrugë jashtë Ibrahimit, sepse Ibrahimi e ka njoftë Allahun më së miri në këtë dynja. Dhe ka pas tauhidin më të përkryer. Nuk ka një ka qenë njeriu më në rrugë të Zotit, dhe nuk ka njeri i cili e ndjek rrugën apo e lëshon rrugën e Ibrahimit alayhis salam, për pasaj cili illa man safiha nafsa, ai cili është me mend shkurt pams. Nuk është larg pams. Ai s'ka mend boll, ai që nuk ja di veti kimet, ai që nuk ja di veti hajrin, ai cili nuk e njeh rrugën e Allahut azza wa jall, sepse ne kemi zgjedhur për thot Allahu Ibrahimin këtë dynja, wa laqad istafaynahu fi dunya, e kemi zgjedhur atë në dynja, wa innahu fil akhirati lamina salihin, dhe ai në ditën e kiametit është prej njerëzve të devotshëm, të cilët i ka zgjedh i madhi Allah te bareke wa taala. Me këto këtë me treguar në fund, mas kësajna, kthehuni të ajet që ka përshkruar të Kurani dhe të pejgamberët e Allahut që kanë përshkruar Allahun, e mos së ktheni të fraksionet e reja të lindura si Xehmite, Xheberite, Mu'tazilete, Kaderite të tjerë që na vinë më vonë, të cilët janë munduar me përshkruar Allahun. Këtu e ka këtë qëllimin krejtë në fund. Sepse ata janë larguar prej citateve, prej teksteve të Kuranit dhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe larg realitetit kanë mbetur duke munduar me përshkruar të madhin Allah në veçanti në emrat dhe cilësitë e Allahut azza wa jall, ku këtu më shumë të kanë devijuar këtu fraksione të cilat kanë ardhur më vonë. Pra, dënë mja të rejkë vrejtjen njerëzve, atyre që dojnë me qenë tarik mëstakim runë e mës endiqni rrugën e këtyne fraksioneve të cilet nuk marrin për bazë, kur flasin për llojet e tauhidit, nuk marrin për bazë Kur'anin dhe pejgamberin alayhis salam, hadithet, por japin përparësi mendjes së tyre duke munduar me komentue ajetet, citatet kuranore, edhe profetiket pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe fshija ata dhe devija ata dhe laka këta dhe komenta këta dhe kupta këta dhe jep kë kuptim tjetër asaj dhe kësaj, kanë ardhur në atë gjendje derisa janë larguar dhe prej umetit krejt disa prej fraksioneve tyre dhe kanë pa sherrën me qindra dhe miliona njerëz gjatë kësaj historie, edhe me të i vazhdojnë me ja pa sherrën, duke mendu si janë rrugë Zotit, e nashta se që thash edhe falen dhe agjerojnë, por në realitet Zotit nuk e njofin hak. Nuk e njofin hak, sepse nuk e njofin si mbas Kur'anit dhe Suneti, por si mbas filanit, dhe në realitet janë devijuar. Sa
Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Zotë din më së miri. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.